Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së gaforës. Urojteni mirë. Do bëjmë leximin e radhës dhe do fillojmë me të kaluarën, të dashur, me të kaluarën apo edhe aktualja tani. Duke imagjinier që dy letra tregon, e kaluara jote nuk ka qenë e keqe, do thosha një ndjenjë, ka qenë e mbushur me kujtime të ngrohta, me përpjekje për të krijuar një lloj stabiliteti dhe ndjeshmërie, të dashur gafor. Ke dhënë shumë nga vetja, sidomos emocionalisht. Dhe ta them ka pasur absolutisht kënaqësi të sinqertë dhe njerëz që të kanë bërë të ndihesh e vlerësuar. Por me kalimin e kohës sikur është zbehur gjithçka. Është faqur sikur një ndjenjë teprimi, ta them unë. Është sikur shpërshërbeve shumë të tjerë dhe dhe ti sikur gota jote ka mbetur bosh. Dhe kjo po të sjell apo të ka sjell lodhje, ndjesi faje ose nostalgji për atë që ishte dikur, por sikur nuk është duke funksionuar më, të dashur. 10 dhe 8, një e ujit dhe tjetra e ajrit. Shikoni këto dy letra dhe e tashmen, apo e ardhmen e shpejtë, do të thotë këto ditë më shumë afër aktuales. Dhe duke patur këtë ndjenjë lodhje faji, çfarëdo që të jetë, diçka gota jote bosh, nuk po ndihesh e plotësuar, për çfarëdo që të jetë, mund të jetë për punë, në lidhje, në familje, me veten e juaj. Ky moment, sikur në këtë moment, ta them kështu, apo një ndjesi sikur me mendime negative dhe stagnimi janë pengesat kryesore tani për tani. Ka një blokadë apo një kufizim mendor që nuk të lë të lëvizesh përpara, të dashur gafor. Ndoshta e lidhur me zhgënjimit të së kaluarës, mund të jesh i mbajtur, mund të jesh duke i mbajtur gjërat brenda vetes, duke përpjekur t'i analizosh ose ti justifikosh për gjërat që të kanë ndodhur. Mund të justifikosh personin, mund të justifikosh situatat e kështu me radhë. Nuk është më çështje mungesës së mundësive, por e pamundësisë për të parë ato gjërat qartë. Zemra kërkon një hap tjetër, por mendja e ndalon sikur. Dhe kjo është ato mendimet negative ku na kaplojnë, të dashur. Në të ardhmen, mesazhi i qartë është koha të përmbyllësh një kapitull. Tamam një shembull. Rritemi, maturohemi dhe njerëzit apo situatat nuk na shërbejnë më. Jo që janë të këqij, nuk dua të kalojnë ata në negative, mund të jenë ashtu, por që jo domosdoshmërisht janë të këqij, por që sikur nuk na përmbushin më. Kanë mbaruar detyrën që kanë patur nga universiteti, them në atë mënyrë për të na dhënë, ato kemi marrë çfarë është e mundur, e kemi shtrydhur në një farë kuptimi që ka qenë interesi përbashkët. Jo vetëm në mënyrë mendore ky kapitull duhet përfunduar, por me veprime konkrete. Duhet të ndërtosh një strukturë të re rreth vetes, absolutisht. Se nuk i mora të dyja, tani dua t'i lidh çdo dyja. Ndërtosh një strukturë të re rreth vetes që të mbështetë, që e pranon, që të nxitet të sjell paqe. Këto letra janë thirrje për të vendosur kufi të shëndetshëm, për të festuar çfarë ke mësuar dhe për të nisur një cikël të ri me qëllim dhe drejtim të qartë. Do thotë, të gjitha këto, të dashur, është duke jeni në një fazë duke kapërcyer nga ajo çfarë ka qenë në ajo çfarë do jetë. Çfarë mund të bësh praktikisht? Një mbyllje e vetëdijshme i jep fund ndjesisë së pashmangshme që është duke të ndjekur, të dashur gafor. Duhet të krijoni rutina të reja që përfshin diçka që të ngre pak energjinë, absolutisht. Vendos një synim të vogël, por
konkret këtë javë. Absolutisht. Diçka që e ke shtyr, qoftë një telefonat, qoftë një vendim, apo një akt çlirues, çfarë do lloj qoftë ai, të dashur, duhet ta bëni tani që të mund të kaloni në nivelin tjetër, aty ku do merrni atë çfarë vërtet keni nevojë. Të dashur Gafor, faleminderit që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim ju dha diçka sot, eja dhe herën tjetër. Qofshi bekuar.